Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barra esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithash, me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vëmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij.